A ju ka ndodhur ndonjëherë që jeni larg shtëpisë në mes të pushimeve kur pa pritur ke një dhimbje koke, një diarre apo alergji nga ndonjë pickim i çuditshëm? Në ato momente ku farmacia është shumë larg, një çantë e vogël me ilaçet e duhurave mund të shpëtojë pushimet. Në këtë video do zbulojmë listën me ilaçet më të domosdoshme që duhet të kesh me vete kur udhëton. Ilaçe kundër dhimbjeve, ilaçe për tretjen, kundër diaresë, kundër të përzierave, krem kundër pickimeve, krem kundër djegjes nga dielli, disinfektues, ilaçe personale me recetë e të tjera. Nëse nuk jeni bërë subscribe në kanalin ton interesante, bëhuni dhe ndiqni videot tona. Le të fillojmë pa humbur kohë me secilën nga këto ilaçe. Çdo person e njeh trupin dhe nevojat e veta më mirë se kushdo tjetër. Është shumë e rëndësishme që para se të marrësh ndonjë ilaç, të njohësh mirë situatën, të studiosh kushtet e vendit ku do të shkosh dhe nëse është e nevojshme të konsultohesh me mjekun për të siguruar që ke gjithçka që duhet dhe asgjë s'mund të dëmtojë. Kjo është arsye pse lista me ilaçe është një guid bazë për të përgatitur më mirë, por çdo njeri duhet ta personalizojë sipas vetes dhe shëndetit të tij. Ilaçe kundër dhimbjeve. Pushimet janë relaks, por ndonjëherë lodhja nga udhtimi, ndryshimi i shtratit apo temperaturat e larta mund të sjellin dhimbje koke, muskush apo madje edhe temperaturë. Paracetamoli apo ibuprofeni janë shpëtimtarët e parë. Janë të lehtë për t'u marrë dhe veprojnë shumë shpejt. Mbaj gjithmonë në çantën tënde të vogël të barnave. Ilaçe për tretjen. Ushqimi i ri, mënyra ndryshe e gatimit apo thjesht teprimi me ushqimet lokale mund të çojë në urth, fryerje apo tretje të rënduar. Mos lejo që një darkë e mirë të prish gjithë mbrëmjen. Merr me vete ilaçe si ranitidina, pantoprazoli, simetikoni. Ato të ndihmojnë të ndihesh më lehtë dhe pas një vakti të rëndë. Ilaçe kundër diaresë. Një nga surprizat më të pakëndshme në pushime është pikërisht ajo, diarea e udhëtimit. Shpesh vjen si pasojë e një ushqimi të ri, ndryshimeve në ujë apo thjesht stresit të udhëtimit. Prandaj, loperamidi është ilaçi që nuk duhet të mungojë në valixhen tënde, ndihmon për të ndaluar episodet e shpeshta dhe për të rikthyer kontrollin. Dhe për të forcuar sistemin tretës që më herët, mos harro dhe probiotikët, miqtë e mirë të stomakut, sepse askush nuk dëshiron të kalojë ditët e pushimeve në tualet, apo jo? Ilaçe kundër të përzierave. Ke ndjerë ndonjëherë atë ndjesinë e pakëndshme në bark sepse makina merr një kthes të fortë apo kur turbulencat në avion të prishin gjithë qetësinë? Dhe në këto raste, dopramidoni është aleati yt më i mirë, ndihmon në lehtësimin e të përzierave dhe parandalon të vjellat. Për ata që preferojnë një zgjedhje më natyrale, xhinxheri është një mrekulli. Mund ta marrësh si kapsulë, çaj apo edhe si karamele. Kështu që pushimet mos i shoqërosh me ndjenja të rënda në stomak, por me kujtime të bukura dhe udhëtime pa siklete. Spray ose krem për pickimet. Në mbrëmjet e ngrohta buzdetit gjithçka duket perfekte, derisa dëgjon atë zhurmën e bezdishme të një mushkonje rreth veshit. Pickimet nga insektet nuk janë vetëm të bezdisme, por ato shkaktojnë kryer të fortë, skuqje, madje edhe alergji në disa raste. Prandaj një spray apo krem qetësues është thelbësor në çantën tate të pushimeve. Zgjidh produkte që mbajnë antihistamin, aloe vera apo mentol, që qetësojnë menjëherë lëkurën. Mos lejoj që një pickim i vogël të prish mbrëmjen. Merr masa përpara dhe shijo netat e verës pa bezdi. Krem kundër djegjes nga dielli. Edhe kur mendon se je mbrojtur, dielli veror mund të jetë më i fortë se ç'duket. Djegjet nga dielli nuk janë vetëm të dhimbshme, por edhe të rrezikshme për lëkurën në një afat të gjatë. Prandaj një krem qetësues pas diellit, i pasur me aloe vera, kamomil, është shpëtimi yt. Ky krem ndihmon në qetësimin e skuqjes, redukton irritimin dhe rigjeneron lëkurën e dëmtuar nga rrezet ultraviolet. Pas një dite në plazh, trajtoje lëkurën me kujdes, sepse pushimet janë për relaks, jo për skuqje dhe dhimbje. Plastra ose desinfektues. Pushimet janë për aventura,
por ndonjëherë dhe ndonjë ngërvishtje e vogël apo prerje e vogël pa dashur na shqetëson. Prandaj, një komplet i vogël me plastër apo dezinfektues si alkol apo spray antiseptik është i domosdoshëm në çantën tënde të udhëtimit. Qoftë një fërkim nga këpucët e reja apo një prerje me ndonjë guackë në breg, kujdesi menjëhershëm ndalon infeksionin dhe e bën plagën të shërohet më shpejt. Mos e nënvlerëso një plagë të vogël. Një plastër në kohën e dur mund të shpëtojë rahatinë e ditës. Ilaçet personale me recetë. Ky është një nga gabimet më të zakonshme që bëjnë njerëzit kur nisen me pushime. Harrojnë ilaçet që marrin çdo ditë. Nëse ke një trajtim të përhershëm për tensionin, diabetin, alergjitë apo probleme të tjera shëndetësore, sigurohu t'i marrësh me vete me sasinë e mjaftueshme për të gjithë udhëtimin. Në disa vende nuk i gjen dot fare, ose i gjen vetëm me receta të lëshuara nga mjek lokal. Mos rreziko shëndetin, bëj gati që në fillim dhe ruaj në një vend të sigurt në bagazh. Ilaç kundër alergjisë. Nëse je i ndjeshëm ndaj alergjive nga pluhuri, poleni apo ushqimet, mos harro të marrësh antihistaminik ose medikamente të tjera që mjeku ju rekomandon. Pushimet mund të sjellin surpriza, vende të reja, ushqime të panjohura, klimë të ndryshme që mund të përkeçojë alergjitë. Kujdesi paraprak të ndihmon të shmangësh situata të pakëndshme dhe vizita urgjente te mjeku. Ilaç kundër infeksioneve urinare. Nëse ke një historik me infeksione urinare, mos e nënvlerëso këtë problem gjatë pushimeve. Ndryshimet në higjenë, klima apo lëvizjet mund të favorizojnë shfaqjen e tyre. Marrja e një doze parandaluese ose ilaçe të rekomanduara nga mjeku mund të bëjë diferencën midis një pushimi të qetë dhe një problemi shëndetësor që mund të prishë planet. Gjithashtu, konsulto me mjekun specialist përpara se të marrësh ilaçet. Solucion për sy. Nëse ke sy të thatë ose përdor lensë te kontakti, një solucion për sy do ishte shumë i nevojshëm. Në fund, kujto që lista ndryshon sipas vendit ku shkon dhe nevojave personale. Por duke patur parasysh këto ilaçe bazë me vete, pushimet do të jenë më të qeta dhe më të sigurta. Pushime në det, në mal apo në natyrë, çlodhje e shpirtit për mos harro trupin. Pushimet janë një bekim i vërtet. Dikush i kalon buzëdeti duke dëgjuar valët, duke lënë diellin t'i përkëdhelë lëkurën. Dikush tjetër zgjedh malin ku ajri i pastër dhe qetësia mbushin mushkëritë dhe zemrën. Të tjerë eksplorojnë qytete të reja, fshatra të qetë apo natyrën e egër. Secili ka mënyrën e vet për të pushuar, për të shkëputur nga rutina dhe për të rigjetur energjinë. Por pavarësisht se ku të çojnë rrugët, një gjë mbetet gjithmonë e rëndësishme: kujdesi për veten, dhe kjo nis me disa gjëra të vogla por të domosdoshme, siç janë ilaçet bazë që duhet i kesh gjithmonë me vete. Jo sepse presim të sëmurëm, përkundrazi, sepse duam të jemi të lirë për të shijuar çdo moment pa u shqetësuar. Një tablet për dhimbje koke kur dielli bëhet i fortë, një krem për pickimet në mal apo në mbrëmjet buzë liqenit apo detit, një probiotik kur ushqimi lokal është i shijshëm por pak i rëndë, një aloe vera për të qetësuar lëkurën pas një dite në plazh, dhe sigurisht ilaçet e përditshme që nuk mund t'i harrojmë. Një vend i vogël në çantën tënde për këto gjëra mund të bëjë diferencën mes një dite të prishur dhe një përvoje të paharrueshme. Pushimet janë relaks, por relaksi vjen më lehtë kur ndihesh i sigurt dhe i përgatitur edhe për ato gjëra të vogla që ndonjëherë na ndodhin pa pritur. Prandaj, gjithmonë përpara se të nisësh me pushime, merr pak kohë për të menduar jo vetëm për veshjet, por dhe për shëndetin. Nuk ka asgjë më të bezdishme se sa një dhimbje koke në mes të një dite të bukur në plazh, apo një kryere që të prish shëtitje në pyll. Dhe këto gjëra janë aq të lehta për të shmangur. Mjafton një çantë e vogël, por me mend në kokë. Pushimet nuk janë për të stresuar, por për të shijuar. Prandaj, përgatitu me mençuri dhe mos e lë rastësinë të vendos për mirëqenien tënde. Dhe kur gjithçka shkon mirë dhe kujtimet që sjell me vete
do të jenë vetëm të bukura. Nëse të pëlqen këshillat tona praktike, idetë për udhëtime të sigurta, një jetë e kujdesshme dhe video të tjera interesante, abonohu në kanalin ton. Këtu gjen gjithçka që të duhet për një jetë më të mirë, për një ditë më të bukur, dhe mos harro të bësh një like, të komentosh për përvojat e tua në udhëtime dhe të aktivizosh zilën për të mos humbur asnjë video të re. Shëndeti nuk pushohet as në pushime, por mund ta bëjmë edhe më të lehtë se kurrë. Ju uroj pushime të mbara.